Mirëmëngjesi. Dua që të shohim sot nga Veprat e Apostujve 17, një pasazh në 9 vargje aty, edhe doja që mund të kalonim, të lexonim së bashku ato, por përpara se t'i lexojmë, edhe janë edhe në ekran që i kam vendosur, dua që të shohim dhe kam përsëritur sa herë që jap një pasazh nga Veprat, kontekstin e librit të Veprave, dhe dua që ta them sërish sepse është shumë e rëndësishëm për të kuptuar konteksti i librit të Veprave të Apostujve, që është një libër tranzicioni dhe zbatimi i veprave më shumë se çdo gjë tjetër është një zbatim historik. Është një libër në të cilën historia e Perëndisë apo Perëndia nëpërmjet historisë na mëson për historinë e Izraelit të Kishës, nga Izraeli te Kisha, nga mbretëria e qeve te mbretëria e Perëndisë. Është një libër tranzicioni nga ligji tek hiri, edhe kemi 3 ndarje kryesore tek libri i Veprave të Apostujve, që është 1 deri në 7. Perëndia merret me Izraelin dhe jep mundësinë hebrejve për të pranuar Mesian. Tek Veprat 8:11 është ndarja e dytë, që pas refuzimit të Izraelit kemi një periudhë tranzicioni në këtë kapitull, dhe ndarja e tretë është Veprat 12:28, Perëndia vendos mbretërinë dhe qartëson dishepujt për këtë plan. Tek Veprat 15 dhe pali zbulon misterin e fshehur të Kishës, që ishte fshehur në dhjetën e vjetër. Por le të lexojmë Veprat 17:1 deri në 9 së bashku. Veprat 17:1 deri në 9 thot: Dhe mbasi kishin kaluar nëpër Amfipoli dhe nëpër Apoloni, arritën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga e judenëve. Dhe Pali, sipas zakonit të vet, hyri tek ata dhe 3 të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga shkrimet, duke deklaruar dhe duke treguar atyre se Krishti duhet të vuante dhe të ringjallej prej së vdekurit, dhe duke thënë: Ky Jezusi që unë ju shpall është Krishti. Disa nga ata besuan dhe u bashkuan me Palin dhe Silën, si dhe një numër i madh grekësh të përshpirtshëm dhe jo pak gra të rëndësishme. Por judejnë, të cilët nuk kishin besuar, patën smir dhe morën me vete disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut, dhe si mblodhën një turm, e bën rrëmuj qytetin dhe sulmuan shtëpinë e Jasonit, dhe kërkonin ata për t'i nxjerrë përpara popullit. Por mbasi nuk i gjetën, e hoqën zvarr Jasonin dhe disa vëllezër përpara krerëve të qytetit, duke thirrur: Ata që e kanë bërë rrëmuj botën kanë ardhur edhe këtu. Dhe Jasoni këta i priti, të gjithë këta veprojnë kundër statuteve të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër, Jezusi. Edhe nxitën popullit dhe krerët e qytetit që dëgjuan këto gjëra, por ata mbasi morën një dorëzani nga Jasoni dhe nga të tjerët, i lejuan të shkojnë. Le të lutemi edhe vazhdojmë. Perëndi, faleminderit o Zot për fjalën tënde, faleminderit o Zot që na flet nëpërmjet saj, dhe faleminderit që na mëson o Zot, gjithashtu që të mos lëm asnjë prej fjalëve të tua të shkojnë kot ashtu si Samueli, sepse është e rëndësishme dhe e çmuar fjala jote. Lutem Perëndi, të hapësh sytë e mi më së pari, që atë që ti më flet, atë që ti më tregon o Zot, atë edhe të mund të bëj unë, edhe në hyrjen tënde dhe secilit këtu të mund t'i flasësh. Në emrin e Krishtit Zot lutemi. Amen. Shohim disa ngjarje që janë në këtë kapitull, dhe në shumë gjëra që mund të mësojnë janë 3 gjëra që kam nxjerrë që dua që t'i ndaj sot, por përpara se të vinë, këtu janë në Thesaloniki, Pali, Sila, përpara se të vinë këtu, ata kanë qenë në një vend tjetër, që ishte në Filipi, edhe atje kishin pasur një sukses nga Perëndia, Zoti kishte përdorur, edhe kishin pasur mundësi që të ndanin ungjillin, kishin pasur mundësi që kishin fryte aty, edhe pastaj kishin kaluar në përndjekje. Edhe Pali, ndërsa shkruan kishës në Thesaloniki, tek 1 Thesalonikas 2:2 thotë që por mbasi hoqëm më parë dhe mbasi na sha në Filipi, sikurse e dini, ne morëm guxim në Perëndin ton të shpallim ndër ju ungjillin e Perëndisë midis kaq përpjekjesh. Edhe nuk ishte pak ajo që ata hoqën në Filipi, po të lexojmë gjithë kapitullin, shohim shumë gjëra aty, dhe një ndër to ishte edhe ata përfunduan në burg, që ishte një vend shumë i vështirë, një vend shumë i keq, patjetër, burgu edhe sot nuk është i mirë, por thuhet tek Veprat 16:24, si mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën më të brendshme të burgut dhe u ashtrëngoi këmbët në dru. Do të thënë, përveç burgut, burgu normal është që futesh edhe thjesht privohesh nga liria, ata kishin edhe pjesën e asaj që duhet ishin të kufizuar edhe të torturuar edhe nga pjesa fizike, sepse ato shtrëngohen edhe nuk është diçka e lehtë. E megjithatë, ajo që shohim që këta nuk
dorëzohen në atë që janë duke bërë dhe nuk dorëzohen që të mund të tërhiqen edhe thonë që mjaft, nuk do ta bëjmë më këtë, nuk do të shkojmë që të vazhdojmë edhe të predikojmë edhe njerëzve të tjerë. Përkundrazi, Zoti është me ta aty, Zoti i ndihmon, edhe ata mbas të ikin nga aty shkojnë në Tesaloniki. Vazhduan të bëjnë të njëjtën gjë, duke shpallur Krishtin në mes të njerëzve. Dhe kjo ishte jeta normale e Palit në fakt që ai bënte që shkonte dhe predikonte, shkonte dhe shpallte ungjillin, shkonte nga njëri vend në tjetrin duke marrë përsipër gjithë rreziqet, duke marrë përsipër gjithë vuajtjet që kalonte, duke marrë përsipër gjithçka që mund të rrezikonte jetën e tij. Ai e kishte dorëzuar atë tek Perëndia. Edhe ai e dinte që jeta e tij kishte një qëllim dhe ai jetonte për këtë qëllim. Edhe ndërsa është një vazhdim, kapitulli 17, Pali vazhdon edhe ndan ungjillin dhe vazhdon prap. Nuk dorëzohem, edhe kam titulluar për sot këtë mesazh një jetë normale e krishterë. Duke parë që çfarë një njeri normal, Pali, për të nuk ishte një sforcë ajo që bënte. Ishte një jetë normale e krishterë që ai shkonte edhe predikonte ungjillin edhe bënte atë që Perëndia i kishte kërkuar. Edhe e para që dua të shohim është një jetë në lëvizje, sepse thuhet mbasi kishin kaluar, pastaj kishin kaluar në disa vende, pastaj edhe kur vajti në Tesaloniki, ai nuk shkoi për pushime atje bashkë me Silën, nuk shkuan që të vinin edhe të shikonin qytetin sa i bukur ishte, por ajo që bën, ai shkon edhe hyn në sinagogë, edhe shkon edhe paraqet atje argumente nga shkrimet. Ata nuk shkojnë për të bërë eksplorimin e vendeve të reja, nuk shkojnë atje për të bërë udhëtime turistike, e shohim këtë gjë, por shkojnë për të deklaruar atyre për Krishtin. Dhe shohim që është një jetë aktive, kjo jetë që Pali kishte sa duke shkuar në një vend në tjetrin, dhe theksoi për të ndarë ungjillin dhe për të treguar tjerëve për Krishtin. Edhe Jezusi, ndërsa erdhi në tokë gjatë shërbimit të tij, pati një jetë aktive, duke shkuar edhe duke lëvizur. Nuk ishte që të qëndronte në vende të priste që të tjerë të vinin aty. Tek Marku 1:38-39 thuhet që ai u tha atyre: "Le të shkojmë në fshatrat e afërm që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur." Dhe ai përshkoi gjithë Galilen duke predikuar nëpër sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët. Kishte një qëllim pse kishte ardhur, kishte një qëllim pse ai po shërbente edhe pse ishte në tokë aty gjatë kësaj kohe, edhe shkon edhe predikon edhe ndan ungjillin. Ai ishte fokusi i tij, edhe mund të kishte shumë gjëra të tjera që mund ta shpërqendronin, ashtu siç ka shumë gjëra të tjera në jetën tonë që mund na shpërqendrojnë dhe të na heqin fokusin. Edhe nëse do të rendistim një listë gjërash, besoj se cili do të kishte të paktën 10 gjëra kështu me të parë, pa menduar fare. Ai shumë gjëra ka që na shpërqendrojnë edhe na kërkojnë ta heqin fokusin. Por Jezusi e dinte pse kishte ardhur, Pali e dinte çfarë qëllimi kishte. Ne e dim, besoj, se çfarë qëllimi kemi edhe pse jemi. Edhe shohim që ishte një jetë në lëvizje duke treguar, duke deklaruar dhe duke treguar. Domethënë, Pali që nga fillimi i shpëtimit në fakt kishte këtë gjë që ai tregonte edhe deklaronte që Krishti është Perëndia, pendohuni edhe besoni në Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Te Veprat 9:20 thuhet është sapo ishte shpëtuar, ishte pak domethënë që ishte shpëtuar aty, dhe filloi më njëherë të predikojë Krishtin në sinagoga se ai është biri i Perëndisë. Është që Pali më vonë shohim që dërgohet si misionar nga kisha në Antiokhis së bashku me Barnabën, edhe ai shkon në vende të ndryshme për të shpallur ungjillin. Edhe shkon edhe hyn në sinagogë këtu në Tesaloniki, por nuk ishte një gjë e rrallë për Palin, ishte një gjë e zakonshme, shkonte dhe hynte, edhe megjithëse atje mund të rrezikojë sepse ata ishin hebrej, judej që kishin ligjin e tyre, por Pali shkonte atje dhe u tregonte nëpërmjet shkrimeve dhe nëpërmjet asaj që ata kishin, ai çonte ata te Krishti duke u shpallur atyre Jezusin. Edhe shohim shumë vargje në fakt që na tregojnë këtë gjë, te Vepra 13 është në që e bën këtë gjë, Veprat 14:1, Veprat 17, 18:4 thotë çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe binte judejnë dhe grek, edhe ka shumë vargje që mund të shikoni. Jezusi gjithashtu e përdorte sinagogën, ndërsa shkoi edhe hynte atje, edhe mësonte, predikonte, shëronte në sinagogë.
Tek Zanafilla 30:14 është një varg që thuhet për Rubenin, në fakt që në kohën e korrjes së grurit, Rubeni doli dhe gjeti në fushat mandragora dhe ja çoi nënës së tij Leas. Atëherë Kela i tha Leas, më jep dhe mua ca mandragora të birit tënd. Domethënë, Rubenit i duheshin ca, ishte bim, ajo mandragora dhe imagjinoni, më duhen ca gjëra edhe të rrinë në shtëpi edhe të pres që të më vinë vetë ato. Është njëta fjalë që ai doli edhe shkoi ti kërkonte ato nëpër fusha, edhe ti merrte dhe i mori. Edhe nëse ne nuk dalim të kërkojmë, edhe nëse ne nuk dalim, nuk lëvizim nga vendi që të gjejmë atë që ka humbur, atëherë mos të presim që të na vinë vetë edhe të themi që për pse ke ardhur. Domethënë, ne duhet të lëvizim. Kjo është ajo që dua të theksoj në këtë gjë. Ne duhet të shkojmë për të gjetur të humburit ku janë. Tek Mateu 28:19-20, Jezusi tha shkoni, nuk tha prisni, apo rrini, apo qëndroni. Më thëmë që prisni edhe ata njerëzit e humbur do të vinë aty edhe juve pastaj predikoni atyre. Është shkoni, lëvizni, për të shkuar nga njëri vend në tjetrin duhet lëvizim apo jo. Do thoni ju që kemi makina tani as lëvizim vetë, po prap lëvizje do ikësh, do shkosh nga njëri vend në tjetrin, atje ku ka njerëz, atje ku ka shpirtra të humbur. Dhe Jezusi thot që shkoni. Edhe tek Gjoni 15:16, nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova të shkoni, nuk u caktova të rrini, nuk u caktova që të qëndroni edhe të prisni, por të shkoni, sepse pa shkuar nuk mund të arrim dot tek njerëzit. Të lëvizësh duhet të bësh disa përgatitje që të bën zakonisht që të lësh disa projekte të tuat, që ti mund t'i kesh shumë për zemër, sepse të shkosh edhe të ndash ungjilli me dikë, unë kam shumë gjëra të rëndësishme mund të them për të bërë. Edhe gjërat më të rëndësishme që mund të bëjnë, mund të jetë gjumi, mund të jetë kafe me të njëjtët njerëz këtu 20 vjet që mund të bëjmë neve, mund të jetë do të rri pak telefon, mund të jetë një gjë e rëndësishme e ime personale, por që nuk është ajo që po shkoj për të fituar apo për të takuar njerëz të tjerë. Rrini në vend e prisni do të thotë që nuk kemi shkuar, është fare e thjeshtë. Edhe Pali ndërsa shkon në sinagogë, nuk qëndron heshtur, nuk qëndron edhe ta mbylli gojën, edhe të shkoj atje dhe të mbajë në një fjalim sensacional që t'i habis ata, sepse edhe mund ta bënte këtë, kishte një uri për të edhe oratori gjithashtu, sepse kishte pasur eksperjenca të mëparshme, por ai shkon edhe deklaron, edhe u hap atyre shkrimet, ai argumenton me shkrimet. Fjalët e tij nuk ishin mbushamense që ti mbushte mendjen atyre që shko se kjo është vërtet, por hapte shkrimet, sepse shkrimet janë themeli në të cilat qëndron e vërteta. E vërteta nuk qëndron në atë që unë them, edhe më besoni mua fjalët e mia, edhe kur ndajmë ungjillin me një njeri, duhet të hapim Biblën, duhet të hapim shkrimet. Tani kemi thash teknologji patjetër, nuk është të thënë libri, por mjafton që fjala të jetë edhe ta lexoj, që besimi i njerëzve të mos qëndroj në atë që unë i them, por besimi i atij të qëndroj në fjalën. Edhe ndërsa një njeri shpëtohet edhe rritet, prap ai kur bëjmë dishepullizimin, nuk është që hajde më dëgjoj mua çfarë do them unë, jo, janë shkrimet. Shkrimet janë që e bëjnë njerin të qëndrueshëm, edhe që e rrisin, edhe që ka themel të fortë. Shkrimet janë themeli në të cilën Pali mbahet, dhe ndërsa tregon për Krishtin, u referohet shkrimeve dhe hap shkrimet. Gjoni 5:39 do lexoj disa vargje. Ju hetoni shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë përjetshme dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua, thotë. Shkrimet dëshmojnë për Jezusin. Shumë e thjeshtë. Filipi ndërsa ndau me eunukun Etiopas, e mbani mend që ai ishte duke lexuar nga shkrimet dhe shkon atje. Shkon edhe arrin, edhe me që Rafael e lëvizi që shkoi atje. Thuhet te Vepra 8:35, atëherë mori fjalën Filipi duke filluar nga ky shkrim, i shpalli Jezusin. Domethënë kishte një themel, kishte një bazë nga ku mori pastaj edhe që vazhdoi edhe tregoi ungjillin. Romakët 15:4, sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluar, u shkruan për mësimin ton, që me anë të këmbguljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Shkrimet janë ato të cilat janë themeli dhe shkrimet janë ato të cilat na mësojnë dhe na tregojnë për Jezusin, për Krishtin. 1 Korintasit 15:1-4 është ungjilli që Pali është duke ndarë këtu në Tesaloniki me njerëzit. Është i njëjti ungjill dhe është e njëjta gjë që Krishti vdiq u varros dhe u ringjall,
sipas shkrimeve, jo sipas palit, jo sipas meje, jo sipas asaj që mund të themi edhe mund të mbajemi në urtësinë tonë. Ky është ungjilli që Pali ndan atje. Edhe 2 Timoteu 3:16-17, gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia, i dobishëm për mësim, bindje, ndreqe, për edukim e drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. 2 Pjetrit 1:20-21, duke ditur së pari këtë që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë Perëndis kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë. Pa shkrimet nuk ka themel dhe gjithçka e ngritur pa shkrime nuk qëndron edhe nuk ka një bazë. Edhe nëse themi ne ja u shpëtua e mori një vendim, po kam darë ungjillin tim, në fakt nuk është shpëtuar, sepse unë s'kam darë ungjillin sipas shkrimeve. Tek Nehemia 8 na jepet që gjithë populli është mbledhur aty, edhe Ezdra merr librin e ligjit dhe e hap në praninë e të gjithë popullit aty, edhe thuhet që pastaj lexojnë në sheshin që ndodhet përpara portës së ujrave, nga agimi deri në mesditë përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin, dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Ezdra e hapi librin në praninë të gjithë popullit. E hapi sepse shkrimi është ai që ndërton dhe shkrimi është ai që ka themel edhe që mban. Do të thënë pa shkrimet edhe pa fjalën e Perëndis nuk ka themel. Ndërsa Jezusi kur erdhi në Nazaret, tek Luka 4:16-17 thuhet, pastaj erdhi në Nazaret ku ishte rritur, dhe si kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dha në dorë librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Do të thënë e mori dhe e hapi atë libër, e hapi fjalën, i hapi shkrimet, sepse shkrimet janë ato që dëshmojnë, e shkrimet janë ato që na tregojnë të vërtetën. Është edhe një fjalë që përmendet këtu tek Vepra 17 që është vetëm aty, edhe nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër. Po e lexoj, alleging, kështu është ajo fjalë që ndërsa e shikojmë në greqisht të përkthyer është te Mateu 13 propozoi një shëmbulltyr, te Marku 6 shpërndan, te Luka 11:6 të vë përpara, do të thënë ta vendos përpara, tek Luka 23:46 dorëzoi. Veprat 20 po ju lë te Perëndia, 1 Timoteu 1:18 po ta besoj këtë detyrë, ndërsa i shikojmë dhe i mbledhim të gjitha këto, do të thënë që është të vësh përpara ungjillin, apo të tregosh ungjillin, apo të dorëzosh, do të thënë, po ta jap këtë fjalë, po ta dorëzoj këtë fjalë, po ta besoj këtë fjalë. Do të thënë kjo është që tregoj për Krishtin, e vë përpara atë fjalë, e vë përpara shkrimin, ta tregoj shkrimin, ta besoj shkrimin, ta dorëzoj shkrimin. Dhe një jetë normale e krishterë është në lëvizje, një jetë normale e krishterë është një jetë e cila është me rezultate gjithashtu. Tek fjalët e urta 14:23 thuhet në çdo mundim ka një fitim. Edhe që ndërsa dalim, edhe ndërsa dëshmojmë, edhe ndërsa tregojmë, edhe ndërsa shpallim Krishtin, pavarësisht se mund të mos shohim aty një njeri që merr një vendim apo një njeri që shpëtohet, ajo që do të ndodhi është që fjala e Perëndis nuk shkon kot, por fjala e Perëndis do të japi rezultat. Edhe ndoshta mund të mos jetë aty për momentin, por ajo fjalë e mbjell, ajo fjalë e dhën, ajo fjalë e shpallur do të japi. Ktu shohim rezultat sepse thuhet te Vepra 17:4, disa nga ata besuan dhe u bashkuan me Palin dhe Silën, se një numër i madh grekësh të përshpirtshëm dhe jo pa gra të rëndësishëm. Edhe shohim që aty ka njerëz që shpëtohen. Edhe shohim gjithashtu është një kishë e re që lind, tek 1 Tesalonikasit 1:1 nuk lindi nga rastësia apo nga hiçi, por është Perëndia që përdori Palin. Dhe thuhet që Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Tesalonikasve në Perëndin natë dhe në Zotin Jezu Krisht, paçi hir dhe paqe për Perëndis Atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Dhe ky ungjillizim, edhe kjo fjalë që Pali shkon edhe thot ka rezultat. Do të thënë është që në rast se neve lëvizim nga vendi, në rast se neve marrim veten edhe të çojmë për të folur edhe për të treguar të tjerëve, Perëndia do të punojë, edhe Perëndia do të punojë edhe në zemrat e njerëzve, edhe do të japi rezultat, Janë disa judej, grek ka gjithashtu dhe disa gra të rëndësishme thotë që besojnë. Edhe
ndërsa neve mundohemi edhe ndërsa neve shkojmë edhe tregojmë të tjerëve mundi në Zotin, nuk është i kot. Nëse ne do të bëjmë punën, edhe Perëndia do të punojë në zemrat e njerëzve të pashpëtuar. Nëse shikon seriozitetin që neve kemi, edhe jo dëshira, unë mund të kem dëshirë edhe them dua që të shpëtohet, edhe dua që të kem rezultate, dua që të kem këtë gjë. Por në rast se unë nuk marr gjërat më të thjeshta që të lëviz edhe të shkoj edhe të tregoj, të dëshmoj, edhe të besoj Perëndis në këtë gjë, atëherë për çfarë do pres edhe çfarë do pres të më vinë vetë edhe të them atyre që do vinë edhe do të shpëtohen këtu. Mundi në Zotin, thash, nuk është i kot. Dhe Romakët 10:9 thotë po të rrëfesh janë vargje të njohura në fakt për që ata besuan thuhet aty. Po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli prej së vdekur do të shpëtohesh. Sepse me zemrën njeriu beson drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Tek shohim që njeri mund të shpëtohet duke besuar në Jezus Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar. Edhe këtë gjë bën Pali duke predikuar aty Ungjillin. Në vargun 14 e Romakët thuhet që si do të rrasin pra të cilit nuk i besuan dhe si do të besojnë tek ati për të cilin nuk kanë dëgjuar dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon. Nëse nuk shkojmë të predikojmë, edhe unë, për them unë, në rast se unë nuk dal të shkoj të predikoj, nga kush pres që të dëgjojnë ata. Edhe mund të them që do shkoj tjetri, por Perëndia më ka thirrur mua për këtë gjë që unë të shkoj e ta bëj punën e Perëndis. Unë dua dishepull, por unë nuk dal që të predikoj Ungjillin. Unë dua gjëra të mëdha në shërbimin tim, por unë nuk dua të dal edhe nuk marr atë guximin të dal apo nuk lë dhe rehatin time të dal që të shkoj të predikoj Ungjillin. Unë dua që të shoh që të kem një njeri që është i shpëtuar, e të shoh njerëz shpëtuar, por nuk dal. Rezultatet vijnë nga Perëndia, është Zoti që bën të mundur, por edhe ai shikon seriozitetin, edhe shikon edhe lëvizjen apo atë që jam unë duke bërë punën për cilin ai më thirrri edhe duke lëvizur nga vendi për të shkuar. Dhe thash që gjithçka varet nga Perëndia, por ai shikon seriozitetin që kam ndaj njerëzve të humbur edhe ndaj ndarjes apo shpërndarjes së lajmit të mirë. Thash që lindi një kish aty, por nuk lindi nga hiçi, nuk lindi që ata vetë shkuan, por Pali shkoi atje, Perëndia dërgoi Palin aty. Edhe ishte puna misionarëve që Perëndia përdori. Dhe duket e lehtë kur shikon një kish të ngritur, duket e lehtë kur shikon një shërbim të ngritur, duket e lehtë kur shikon diçka që ecën, që ka sukses, por mbas asaj kishe apo mbas atij suksesi qëndron një punë e madhe, qëndron një punë kolosale, mund të them, një punë në sakrificë e atij personi të cilin Perëndia ka përdorur për të bërë atë punë. Domethënë nuk është që vjen sepse ashtu është nga rastësia, jo. Zoti përdor njerëzit e tij, por tash puna e njerëzve të Perëndis në seriozitet ndaj Perëndis ka rezultate dhe tregon rezultate, edhe ndërsa thash, shikojmë suksesin, suksesi vjen nga puna, nga sakrifica e atij që Perëndia përdor, edhe që lejon Perëndin që të mund ta përdori. Duket shumë i lehtë, duket shumë i thjeshtë, edhe unë mund ta bëj një gjë të tillë, duket shumë i lehtë, edhe unë mund ta bëj një gjë të tillë, edhe rri në vend edhe nuk lëviz. Kjo është e pamundur, sepse unë duhet të dal edhe të lëviz. Nuk është që po them tani që po me që dash ka kaq punë dhe kaq sakrificë, unë nuk po dal fare edhe është e pamundur. Jo, kjo nuk është për të na dekurajuar, është për të na inkurajuar që Perëndia përdor njerëzit, edhe është për të na inkurajuar që njerëzit e pashpëtuar kanë nevojë për Ungjillin edhe janë aty për të dëgjuar. Edhe neve duhet të shkojmë e të ndajmë Ungjillin. Ne duhet të hedhim hapa në sakrificë në jetën tonë, nëse duam rezultate, patjetër. Është që të lëvizim nga rehati ynë edhe gjithashtu pa mund, buj ku mundohet, pa mund, nuk ka sukses. Duhet të mundohemi më shumë për të bërë punën e Perëndis. Edhe nuk është kisha e vetme në fakt që lind nga ungjillëzimi i Palit aty, sepse ka edhe të tjera aty. Se Perëndia përdor Palin, përdor vëllezër të tjerë, edhe në shekuj Perëndia ka përdorur njerëzit e tij, ka përdorur njerëzit e tij për të ngritur edhe për të themeluar kisha edhe për të vazhduar puna misionare e Perëndis. Njerëz që kanë lënë rehatin e tyre, njerëz që kanë lënë jetën e tyre, njerëz që kanë lënë ëndrat e tyre, që kanë lënë ato që dikur më përpara kishin thurur,
për të shkuar dhe për të bërë në një jetë që ishte pa Perëndin, por kur kanë njohur Perëndin e kur kanë kuptuar qëllimin e jetës nga Perëndia, Perëndia e ka përdorur dhe Perëndia ka bërë gjëra të mëdha edhe ka arritur suksese të mëdha. Në Zotin po flas. Këto janë suksese në Zotin edhe janë suksese që kanë vlerë të përjetshme edhe që zgjasin në përjetësi, se mund të themi që kam arritur sukses në jetë edhe kam bërë këtë edhe kam kaq pasuri, kam arritur dhe kam kaq gjëra që kam grumbulluar, por këto nuk janë suksese, janë thjesht që unë kam lënë jetën time të marri atë rrjet që unë kam dashur në gjërat jo frymërore, por ajo që Zoti na kërkon, edhe atë qëllim që Zoti na ka dhënë, është pikërisht kjo. Edhe Zoti përdor një jetë me kundërshtime gjithashtu. Një jetë me kundërshtime është e fundit. Nuk është që është diçka, një jetë në vuajtje kam aty tek ajo, një jetë në vuajtje, edhe shohim që nuk është e thjeshtë, mbas suksesit vjen përndjekja, mbas suksesit vjen sulmi, mbas suksesit vjen ajo që nuk është diçka që e pret në fakt, sepse po shikon diçka të mirë që Zoti po bën, por do të vi. Edhe prapë edhe kjo nuk është që të friksohemi, apo kjo tjetë që të na thojë neve që po nuk t'i futem kësaj gjëje, sepse që nga e keqe apo do më heqë nga rahati mua, por është që të marrim zemër. Edhe thuhet që aty që judejnë, të cilët kishin besuar patën smir, morën me vete disa njerëz të këqinj, i mblodhën një turm, bën rrëmuj qytetin, sulmuan shtëpinë e Jasonit, kërkuan t'i nxjerrin para popullit, mbasi nuk i gjetën hoqën zvarr Jasonin, disa vëllezër para krevët të qytetit duke thirrur, edhe duke thënë ata që kanë bërë rrëmuj botën kanë ardhur edhe këtu, edhe shumë gjëra të tjera që ndodhin edhe që ata tërbohen, edhe për shkak të zilisë që patën duke parë suksesin e njerëzve të Perëndis, për shkak sepse fjala e Perëndis po përhapej, ata bëjnë gjithë këto gjëra. Zilia është një arsye që i çon këta në këto gjëra. Tek Predikuesi 4:4 thuhet pa gjithashtu që çdo mund dhe çdo sukses në punë ngjallin smirën njëri kundër tjetrit. Dhe kjo është kodësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Janë gjërat që ndodhin në jetën toksore, në gjërat toksore që një sukses në punë, të keni vënë re besoj edhe në gjërat në punërat tuaja që ka kolegë smirëzinj, kur i themi ne, që për shkak të suksesit të mundohen edhe përpiqen të vendosin shkopinën në rrota që të mos vazhdosh të avancosh. Te këtë gjë bëjnë këta, por këta kanë problemi me fjalën e Perëndis. Djalli është kundërshtari kryesor që nuk do që fjala e Perëndis të përhapet edhe të shpërndahet edhe të shkojë tek njerëz të humbur. Edhe ajo gjë që ai bën është që përpiqet që nëpërmjet makinacioneve edhe njerëzve që ai përdor të mund të pengoj që fjala e Perëndis të përhapen. Ata patën zili që u ngjilli por shkonte me sukses dhe që njerëzit përqafonin atë. Edhe kjo nuk është një gjë e re. Jezusin e dorëzuan për ta vrarë nga smira që kishin për të. Marku 15:19 thot: Atëherë Pilati u përgjigj atyre duke thënë: A doni t'ju liroj mbretin e judenjve? Sepse e dinte që krerët e priftërinjve ja kishin dorëzuar nga smira. Krerët e priftërinjve për shkak të zilisë që kishin, sepse e panë që ai po bëi mos suksesshëm se ata, panë që njerëzit turmat po e ndiqnin atë, panë që ai po thithte dhe po hiqte pushtetin që ata kishin, edhe mblodhen njëri tjetrin, komplotuan kundër Jezusit, edhe e dorëzuan atë perandorisë romake dhe pastaj ai u kryqëzua. Edhe e njëjta gjë shohim këtu me judenë që nuk besuan, për shkak të zilisë shkojnë dhe çfarë nuk bëjnë për të nguar krishterët të shpallin ungjillin. E keni vënë re në fakt kur ta keni një njeri që e njihni edhe ndani ungjillin me atë, po ai nuk përgjigjet. Edhe pastaj ai njeri që njihni ka një shok të vetin apo një shoqe, edhe ju shkoni edhe ndani ungjillin me atë shokun ose shoqen edhe ai shpëtohet. Ai shpëtohet dhe pastaj papritmas fillon edhe vjen në kisht, papritmas fillon edhe dëshpërizohet dhe papritmas ti më tepër lidhesh pastaj me këtë që u shpëtua, sepse po vjen në kisht, po dëshpërizohet, edhe ai personi tjetër që ishte uralidhse apo që ishte aty, ndihet si i lën më vete apo ndihet si i lën i braktisur, pastaj fillon edhe
i shpif atij tjetrit, fillon edhe i thot atij tjetrit që po çat bën atij, atje të kanë filluar të kanë mashtruar, atje të kanë filluar të gënjejnë, atje të kanë bërë këtë, të kanë bërë ata duke u përpjekur edhe duke u munduar ta tërheqi atë. Për shkak të zilisë, sepse shef që diçka ka ndryshuar, apo shef që diçka nuk apo iku nga kontrolli këtij tjetër që ishte. Besoj, thash mua më ka ndodhur kjo gjë dhe besoj ndoshta e keni parë dhe keni vënë re që mund të ndodhi aty për shkak të zilisë, për shkak të zilisë. Edhe janë shumë gjëra që na jepen në fakt në Bibël për shkak të zilisë që njerëzit bëjnë, po flas edhe të krishterë, këta ishin jo të krishterë këtu që e bën këtë gjë, por po them që tek Zanafilla 37, edhe veprat 7, Jozefi u shqip ka vëllezër për shkak sepse kishin smir. Në Antioki kishte ndodhur e njëjta gjë më përpara me Palin, edhe me Silën sepse kishin patur sukses, edhe ata atje thuhet që judejnë duke parë turmën, u mbushën me smir dhe u kundërviheshin thënieve të Palit, duke kundërshtuar dhe duke blasfemuar. Me Isakun ndodhi kjo gjë, teksa i pati sukses në sipërmarrjen e tij dhe na jepet tek Zanafilla 26, 12 deri në 15. Dhe për shkak të suksesit që ai patën, atëherë ata që ishin filistinjt atje shkuan edhe i mbushën ato puset me ujë në mënyrë që ai të mos kishte ujë, duke sabotuar suksesin e tij për shkak të zilisë. Isaku mbolli në atë vend dhe pa të vit korri një prodhim 100 herë më të madh, dhe Zoti e bekoi. Ky njeriu bëi madh dhe vazhdoi të rritet derisa bëi jashtëzakonisht i madh. Ai arriti të zotroi kopë dhënsh dhe qesh dhe kishte një numër të madh shërbëtorësh. Kështu filistinjtë e patën zili dhe për këtë arsye i zun duke i mbushur me dhe tërë puset që shërbëtorët e babait të tij kishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij. Domethënë filluan edhe po përpiqen ta dëmtonin atë, ta dëmtonin që ai të mos kishte sukses edhe të mos vazhdonte të kishte të njëjtën frytshmëri që kishte më përpara, të njëjtën korrje që ai kishte, edhe që faktikisht korri shumë, 100 fish, ishte një sukses shumë i madh i tij. Por armiqt kanë zili edhe nuk duan që fjala e Perëndis të përhapet, nuk duan që njerëzit të shpëtohen, nuk duan që njerëzit të shkojnë nga flakët e ferrit të shkojnë në parajs. Edhe përdorin lloj-lloj makinacionesh për ta penguar këtë gjë. Thash këto janë gjëra normale që ndodhin dhe secili prej nesh është sulmuar në këtë pikë, por nuk duhet të inkurajojmë, të dekurajohemi dhe të themi që kjo edhe të tërhiqemi e të dorëzohemi. Thash, Pali me të vini nga sa kishin hequr, ai shumë gjëra dhe kishin kaluar të njëjtat gjëra, por nuk u dorëzuan, por vazhduan duke predikuar, duke shkuar çuar fjalën tek njerëzit. Zoti do të bëjë që ne të përballojmë dhe të kemi sukses në shërbimin tonë. Nëse ne nuk dorëzohemi, nëse ne vazhdojmë, dhe nëse sytë tanë janë drejt Perëndis, Perëndia do të bëjë që të kemi sukses dhe nuk do të na lëjë. Një varg të Psalmit 37, 1 deri në 2 janë dy vargje. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Mos kis mirë ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të tahen si bari i blerë. Dhe ka shumë raste të tjera, por Zoti është gjithmonë me atë që është i drejtë dhe ne kemi mandatin edhe kemi tagrin nga Perëndia për të bërë këtë punë dhe për të vazhduar për të ngjyllizuar. Ne jemi të miratuar nga Perëndia dhe asgjë nuk na pengon dot, nëse qëndrimi ynë është ai që do të shërbej Perëndis dhe do të vazhdoj ta bëj këtë punë. Nuk ka asgjë që të mund të na do kemi tash kundërshtime, do kemi vuajtje, do kemi gjëra të tilla, por jo deri në atë pikë sa të na pengojnë për të çuar ungjillin, sepse është Zoti me ne. Edhe vetmi që shoh unë problem në mua është vetja ime, ajo që më pengon për të shkuar dhe për të patur sukses. Edhe ata që kanë bëj rrëmuj botën thotë kanë ardhur këtu. Dhe është një shpifje në fakt, sepse nuk ishte vërtet që ata kishin bërë rrëmuj, përkundrazi kishin çuar dritë dhe kishin çuar shpresë tek njerëzit e pa shpëtuar, domethënë. Ata e quanin diçka të keqe atë që ata kishin bërë, edhe i quanin kanë bërë rrëmuj, kanë bërë këtë, por në fakt ata kishin çuar dritën edhe kishin çuar shpresën tek njerëzit e humbur. Edhe ajo që ata kishin bërë ishte një gjë e mirë për qytetin, ishte një gjë më e mirë madje për qytetin atje. Edhe gjithë e marrin vesh atë që ata kanë bërë. Megjithëse thash, këta e thonë në kontekstin negativ, këtë që edhe u adresojnë autoriteteve atje që të marrin masa edhe të marrin të fusin brenda, edhe të mos t'i lënë më,
por thash, është e kundërta e asaj që ata thonë, sepse ata quan dritë, edhe ata quan shpresë, edhe ata quan lajmin e mirë në një qytet që ishte plot me njerëz të humbur. Edhe për Krishtin të njëjtën gjë thanë, dhe filluan ta paditin, thuhet tek Luka 23:2, duke thënë, këtë ne e gjetëm që përmbyste kombin ton dhe ndalonte të jepshin taksa Cezarit, duke u vetquajtur një mbret, Krishti. Edhe aty thonë që këta nuk pranojnë autoritetin e Cezarit, ka një mbret tjetër, kanë, domethënë, përdorin makinacione edhe përdorin shpifje nga më të ndryshmet që të mos që të mos i lënë ata të vazhdojnë e t'i heqin edhe drita të mos qëndrojë në atë qytet. 1 Pjetri 3:14 deri në 16 thotë, duke pasur ndërgjegje të mirë që kur t'ju padisnin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin, sepse është e mirë nëse i tillë është vullneti i Perëndisë të vuani duke bërë mirë, se sta duke bërë keq, sepse dhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia, u vra në mish për u ngjall nga fryma. Dhe thash tek kjo ishte akuza që ata bën, por te Filipianët 1:29 thuhet, sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Edhe nëse do të shohim për botën, sepse ata thonë kanë kthyer botën përmbys. Bota përmbys ishte që nga krijimi, domethënë që nga mëkati, kur mëkati hyri në botë dhe gjithçka u shkatrua dhe gjithçka u prish dhe gjithçka doli jashtë planit dhe vullnetit Perëndisë që njeriu bëri, që aty filloi shkatrimi, prishja edhe gjithçka tjetër dhe bota është e prishur. Edhe gjithçka që është në tokë tani, ligësia e njerëzve edhe çdo gjë që neve shohim, s'ka më, nuk e bën këta, nuk e kthyen këta përmbys. Këta thash përkundrazi. Edhe të krishterët sot ka shpifje të tilla, po të krishterët sot janë drita, edhe ne jemi drita, edhe ne këtë duhet kemi në mendje. Lërë që thonë të tjerë për të na dekurajuar, por ne jemi drita dhe duhet shkëlqejmë dritën edhe më fort. 1 Tesalonikasit 5:5, të gjithë ju jeni bijtë të dritës dhe bijtë të ditës, nuk jemi të natës as të territ, dhe nuk jemi për të bërë të keqen, por jemi për të bërë të mirën. Prandaj le të vazhdojmë në këtë rrugë që kemi nisur, të mos kemi as turp, të mos kemi as frikë, të mos kemi as ndrojtje, edhe të mos dorëzohemi presioneve të botës edhe presioneve të njerëzve. Edhe në gjithë këtë që shohim, domethënë, ata mblidhen për t'i kapur, për t'i rrahur, për t'i bërë gjëra që ata të ndalonin, por ata nuk ndaluan, edhe ata vazhduan, edhe i besuan Perëndisë. Edhe megjithëse mbyllet me kundërshtime, domethënë që apo me vuajtje, edhe shohim që ka vuajtje, por ata nuk dorëzohen, sepse kjo vazhdon. Është një jetë normale krishtere, ata vazhdojnë. Ata shkojnë pastaj në Bereja, ata shkojnë pastaj në vende të tjera, shkojnë në Athinë, ku pali fletë atje, edhe Perëndia i përdor, domethënë, edhe nuk mbaron me kaq, sepse jeta normale e krishterë mbaron vetëm kur Zoti na thret edhe vetëm kur shkojmë atje lart tek Perëndia. Një jetë normale e krishterë për ta mbyllur është një jetë në lëvizje, është një jetë me rezultate, është një jetë me vuajtje. Një jetë jo normale e krishterë është e kundërta e kësaj. Është një jetë pasive, është një jetë shterp dhe është një jetë rehat, domethënë. Sa rehat që janë, edhe nuk lëviz nga zona e rehatisë. Por le të mos zgjedhim këtë të dytën, por të zgjedhim atë të parën, jetën normale, jo normale, por atë që është në të vërtetë për çfarë qëllimi kemi dhe çfarë Zoti na ka lënë. Dhe me vargjet Filipianët 3:7-8 do ta mbyll, por gjërat që më ishin fitimi konsiderova për shkak të Krishtit humbje, dhe me të vërtetë konsideroj gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit Zotit tim. Për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe konsideroj si ple që unë të fitoj Krishtin. Le të zgjedhim të jetojmë jetën normale të krishterë ashtu siç është, edhe t'i pëlqejmë Zotit ton. Dhe të lutemi. Atë Perëndi, faleminderit o Zot për fjalën tënde, faleminderit Perëndi që mund të vim, edhe mund të lutemi ty Perëndi, faleminderit o Zot që na dëgjon, edhe faleminderit Perëndi që ndërsa neve kërkojmë tek ti Perëndi na jep, edhe ndërsa u lutem për fjalën tënde Zot, ti na drejtove, edhe lutem që kjo fjalë të mund të jetë në zemrat e secilit prej nesh, ta çmojmë, ta duam, edhe ta nderojmë fjalën tënde. Le të jetë jeta jon normale në lëvizje, le të jetë jeta jon normale duke dëshmuar, duke treguar, edhe do të shohim rezultate, edhe pavarësisht kundërshtimeve, le të besojmë ty Perëndi dhe le të jemi kurajos për të vazhduar përpara. Në emrin tënd Zot lutemi. Amen.